dhe modra, të dashur bashkomas, të dashur diasporë që zeve në këtij Shqipëri, unë jam Paulin Luli, vi nga Gjermania, isha pjesëmarrës në protestën në Nürnbergut, dhe i kemi 2 ditë rrugë për të ardhur këtu, për t'i thënë këtij kryeministi se nuk e kemi tapi. Kryeministri nuk e kemi tapi këtë kryeministri. Unë kam qenë shtetës i këtij. I kërkoj ndjes bugjanëve që kanë dhënë 7.000 vota për Bukën, kanë dhënë për këtë parti dhe asnjë nga ne nuk është përfaqësues. Të janë kapisës, të janë alabak, të janë kriminal, të janë ata që pinë qakun, shushunja. Ta janë hajdutet më të mëdhej. Unë jam i shgënjimit papam, ne që kishim diploma, se duhet të jepnim kontributin në vendin tonë. Duhet shkojnë bëmi loqaqi, murator, bëmi tjatët, e diploma në gjep, për arsye të sistemit korruptuar, 35 vjeçar, sistem i kalbur, poshtë diktatura, poshtë kriministri, për gjithë ata që kanë bërë krim, të gjithë. Shëndroni bashkë, mos u dorëzoni! Gjeni kërkesat të shkrim, të bëjmë dhe grevullie këtu, derisa të shkatërrohet kjo neodiktaturë. Bashkë, gjithë bashkë!